Ariola Demiri zbulon nëse ju dhurua shtëpia që ju premtua, pas shumë aludimeve në rrjet dhe batutave që e kthyen në një nga temat më të përfolura të pas pjesëmarrjes në shtëpinë më të famshme të VIP-ave në Shqipëri. Ariola Demiri ka vendosur të japë një përgjigje të qartë lidhur me shtëpinë që ju dhurua gjatë spektaklit. Në një deklaratë të fundit, aktoreja tha me humor dhe sinqeritet, me shtëpinë shumë mirë, aty është, vetëm me u fut brenda. Ajo shtoi se historia është bërë tashmë një legjendë urbane për publikun shqiptar. Kur të futem, do e merrni vesh. Sepse u bë legjendë kjo historia e shtëpisë. Ariola konfirmoi se prona ekziston fizikisht dhe është parë nga të gjithë. Por që ende po punohet për ta bërë gati për banim, është vetëm me u fut brenda, ta mobilojmë, ta sistemojmë, se do punë, tha ajo, duke kujtuar se kur ju premtua, shtëpia ishte ende në fazë ndërtimi, ka qenë në themele kur është dhuruar. Kështu që është normale pritja. Me këtë sqarim, duket se Ariola e ka vendosur të mbyll kapitullin e misterit të shtëpisë me transparencë dhe qetësi, ndërsa pret të hyjë në shtëpinë që i ndryshoi jetën. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.